Qendra votimit 0223 në shkollën fillore të mesme të Ullit Shtjefin Kurti në Novosel të Epërme ka filluar procesin zgjedhor me kohë. Siç përshir, pra jemi në qendrën 0223, ku kemi ardhur për të parë se si qëndron gjendja deri më tani dhe se sa janë të përgatitur kjo qendër. Këtu pranë meje kam edhe menaxherin e kësaj qendre, Simon Mataj, i cili do të na tregon më shumë detaje. Përshëndetje, drejtor. Përshëndetje, mirëmëngjese, mirë se erdhët. Pra siç e se këtë gjendje në qendrën 0223 në Novosel të Epërme, ku janë të hapur 3 vendvotime. Në orën 7, pikërisht në orën 7 janë hapur pra vendvotimet, pasi që konstatuova se tërë ekipi pra i komisionerëve ishte gati, por çdo gjë është në rregull për fillimin, edhe kështu në orën 7 filluam. Çdo gjë për momentin po shkon mirë, kanë filluar dhe votuesit e parë, shfrytëzoj rastin pra që të gjithë qytetarët i ftoj që dalin masovikisht, pra le të votojnë, zgjidhin kandidatin apo kryetarin që ata mendojnë se është më i miri për ta. Kujtojmë se në këtë qendër çdo gjë po shkon mirë, ndërsa menaxheri i kësaj qendre bëri thirrje votuesve që të dalin dhe të votojnë të drejtë vote. Kanë 2173 votues.